komisionari se mund zgjidhet problemi? Jo, përgjigje nuk kemi ende. Presim, prandaj përsëri sot kemi ardhur protesta. Presim diçka tre, po sa e shohim nuk ka asgjë tre. Vendin e punës ne nuk e lëm, por protestat nuk i ndalim. Do me thonë të vazhdojmë me protestat derisa të kena një përgjigje paktën ta dim se ne nga shkojnë. Çka në qoftë se për shembull nuk ndërmirët asgjë, domethënë as nga institucionet nuk dëgjohet zëri juaj. Do merrni ndonjë hap më radikal. Po, besoj që do marrim, prandaj bëjmë ne që tash këtë. Do ndërmarrim diçka për më tej. Po çfarë keni menduar? Mendojmë bojkotojmë dhe do kalojmë në Ministrinë e Shëndetësisë. Derisa të shohim ndonjë zgjidhje për nga ana e drejtorit apo nga ana e ministrit apo diçka tjetër. Thoni se në bazë të informacioneve jeni diku 140. Po. Këtu shohin veç 20-30. A ka kësnime që në tire proteste? Besoj që ka. Dita e sotme, po. E vërteton. E vërteton se. Prej nga vjen? Po ajo dihet prej nga vjen. A janë ankuar kolegët e juaj? Të ju se ka kësnime? Disa po, kemi. Po, kemi të kërcënuar, po. Ako nëse sluša vaše dali će prezimete по-радикален чекор? Не знам што да кажем, може да излеземо да си седимо дома. Да. Толку, не е присила тоа. Се откажуваш више. Трпението, истрајноста има лимит за се. Еве јас лично ќе се откажам. Ово што се дешава стварно сум разочарана и изреволтирана денеска, затоа што наместо во све поголем број ни излагамо во све помал број. Нашите работи не трпа, значи сум оставила еден куп пациенти, моите колешки сум ги оставила на цедило за да дојдам овде да се борам. А зашто да се борам? Гледате позади? Значи ова е катастрофа. Заменливи смо сите, значи никој не е незаменлив, за жал, тоа беше информацијата и образложението од директорот. Ако сме ние заменливи, значи може на време да ни кажат. Заменливи сте, идите, нема да добиете ништо, а не вака. Заменливи сте, ама седите на работа. Не, значи нека ни кажат дека нема да имамо договори, нема да имамо решенија, да знаеме да си обарамо чарето. Како што кажа колешката, да, значи јас ќе напуштам работата затоа што сум фамилиарен човек. Не може моето семејство да трпи за да идем ја на работа без пари, не само ја, туку и сите колешки. И мислим дека требаше сите да се дигнат сега на глас, а не да седат позади и да слушаат. Motoja e ditës është let na mbajnë që mos na qajnë kaq kemi gjithë së bashku, një zëri. Unë e kam vendimin, tonë e kaj, po. Po, një protestoni për këto. Unë ndihmoj, këtë ditari kaj, unë ndihmoj kaj. Që termin organizëm në këne? Ne të bajmë, jeni kolega tuja që jenë me vendime këta. Jam qërë në podrumin jam qërë. Vajna, dajnë. Dalë në të vendime, ata më vendime. Ose të rjetë nuk e pram private, këtë qemë të bunë. Si do përstuash të bunë? Ja që do pripohë. Së të bje vendimin të të bje me asë. Nuk është një gjë që më varet nga ne. Kjo situatë është jo vetëm në Tetov, po në mbar Maqedoninë, në mbar shtetin, dhe presim një zgjidhje të përhershme, jo afatshkurt. Kjo është. Ne jemi të gatshëm, gjithsesi, edhe u thash edhe në fillim se shprehim keqardhje, mirë po, le ta formojnë një grup pune, le ti parashtrojnë kërkesat, edhe pse e dim, po ndryshe është kur është me shkrim, edhe ta adresojnë ke drejtoria edhe ke ministria. Besoj se do realizohet. Ne edhe sot përsëri do të çojmë si çdo ditë, do t'i përcjellim kërkesat në ministrinë. Tash të them se të bëjmë shtypje, nuk mund të bëjmë shtypje, mirë po ajo që është e jona, sa na përket ne do ta bëjmë si çdo ditë. Mirë po siç u thash, ato janë problemet e trashëguara. Prej më parë, tash ne shprehim gatishmëri dhe vullnet të mirë për ta zgjidhur problemin e tyre. Dhe besoj se do zgjidhet. Ajo është vendime, të puna e konkursit dhe vendimeve është në nivel më të lartë. Informacion për Ministrisë së Shëndetësisë ose qeverisë për këtë problem, do me thonë, kur mund të presim? Për momentin jo, si që jeni edhe ju në rjedha, e dini të jeni të informuar se pengesa, do me thonë, kanë qenë prej më lartë, ne kemi pritë çdo ditë, kemi qenë pritje të vendimeve ose çpalljes konkursit për të punësuar. Mirë po, ajo nuk u realizua dhe ta shpresoj me zgjedhjen e ministrit të ri, të kese bashkëpunim, mirë kuptim për hallet se gjithë kjo shkon në favor tonë. Normal se kemi nevojë, ne kemi nevojë si institucion për ata dhe ata kanë nevojë normal për
Dy për të variantet punësu. e tyre ishin që ata punojnë nën rrogën minimale, ka që punojnë nën rrogën minimale dhe e dyta është që numri i pakët që çdo ditë dalin motrat është për shkak të presioneve, domethënë nga lart. Jeni ndjeni për këtë se ata u ankohen për presione, domethënë Shife, unë sa kam informata, presione nuk ka. Të paktën sa na përket neve, nga ana e jona, une si krye infermiere edhe nga ana e drejtorit, informata të tilla nuk ka. Tani mund të kese keq përdorime nga dikush tjetër edhe të prezantohet në emrin tonë. Ato pa mos i konfirmua, nuk mund t'i zonë si bazë për dëshmi, për ankesa. Ndërsa sa i përket pagesës, se janë në pagën minimale, edhe ajo nuk varet për ne, domethënë është e caktuar në nivel republikan.